kohabitu fraksionet politike mbrana një organizmi politik. A përshef që partneritetet dhe koalicionet politike në Kosovë nuk funksionojnë sepse bëhen mbi bazë të interesave shkurta, jo afatgjate. Fraksionet funksionojnë ideologjike dhe janë afatgjate. Shkruhen detaje, ndërtohen ato raporte dhe mane kohabitojnë në interes sepse ka një ideologji, një qëllim, por mënyrën dhe formën se si e menojnë dallojnë. Te na, asnjë parti politike me askënd nuk ka mirë besim, sepse kreta koalicionet kanë qenë afat shkurta edhe kanë qenë konzumuese. Zotjaziu ne po në atë kuptimin që ma mirë i kishim menaxhu domosdoshmë çdo grupet që kanë dalë. Prej atëherë po flas me leju fraksionimin se sa me nxjerr këtë jashtë. Sepse ajo e dërmon partinë tash. Bëmi fair, ta kuptojmë që LDK-ja ka pas goditjet një masnjeshme. Jo, me thonë drejtën, nuk e thash, kur thash 13, unë nuk o përmena, të e përmenat grupin e të burgosnëve politikë që është identifiku me Hydajt Hyseni si në kryetari LDK-s. Basri Musmurat. Edhe si mekanizëm, po Hydajti ka qenë, tani shej Hydajtin ku është në vetëvendosje sot. Kryengritësi më i madh i viteve të 80 në Republikë Kosovës, jo vetëm i Kosovës, i shqiptarëve në Jugosllavi, është lidhur me emrin dhe me lëvizjen e tij. Kështu ku ka përfunduar tash në lëvizje vetëvendosje. Për mua ndjeni më të keqe se me po në një listë mos më fitu Hydajt Hyseni 25 vjet mas lirisë Kosovës në një parti politike nuk ka parti tjetër. Mos me kalu deputet se këtë. S'ka kalu as në këtë parti as në partinë. Ajo është në habitatin e tij ideologjik vetëm. Po as BDK s'ka pas kalu, a dini vetë punë. Një kohë s'ka kalu, se një kohë ka kalu. Nuk është në gjithë kohë që s'ka kalu. Për shembull Milazim Krasniqi ka dalë prej LDK-s me grupin e madh të themeluesve edhe të njerëzve mas luftës në Kosovë për shkak dallimeve që kanë dalë mas luftës, që ka qenë jashtëzakonisht e rëndësishme për LDK-n, por nuk ka themelu dhe nuk e ka bashkangjit askujna. Okej, hajtë mos flasim shumë për ideologji. Fraksionet janë kundër. 15 prilli afron, sa ditë ka mbetur te 15 prilli? 15 ditë, ha? 2 javë. 15 ditë, sot vjen 1 prilli. Fiks 2 javë. 2 javë ditë. Për 2 javë ditë. Si do veproj deri në 15 prill Liga Demokratike e Kosovës që ta hapi këtë çështje?